Projekt ligji për barazinë gjinore ka shkaktuar debatet e shumta në Parlamentin e Shqipërisë, teksa Partia Demokratike është rreshtuar kundër votimit të tij, pasi, sipas PD, synon shkonfigurimin e gjinisë dhe cënon familjen shqiptare. Kryedemokrati Sali Berisha theksoi se nuk ka asnjë direktivë të Bashkimit Evropian që e kërkon këtë, por është kërkuar nga ambasadori Gonzato. Një gazetar më tha se ambasadori Gonzato ka kërkuar votimin e ligjit. I kërkoj të nderuarit ambasador të nxjerrë cilat direktive Bashkimit Evropian e kërkon një gjë të tillë. Tu thot shqiptarëve se direktivat janë aty. Sepse ky ligj nuk ekziston, është hedhur poshtë, nuk ekziston në 21 vende anëtare të Bashkimit Evropian. A e di pse i bëni këto, zotëri? I bëni për të shpëtuar se jeni mafja më e rrezikshme në Europë dhe ata të cilët duhet të denancojnë ju për shkak të këtij ligji ju mbrojnë ju. A e di pse e bëni këtë ju? Se jeni hajdutët më të mëdhenj në Europë dhe ata që duhet të denancojnë ju për shkak të këtij ligji ju mbrojnë ju. Ndërkohë, për shkak të debateve, kryeparlamentari Niko Peleshi tërhoqi vërejtje ndaj disa deputetëve të opozitës, teksa pati paralajmërime edhe për përjashtim nga seanca.